Nuk jemi në kushtet kur thjesht po ndrojmë pasaport dhe as në kushtet kur po ndrojmë një dokument udhëtimi me një tjetër. Pasaporta që kemi sot është thjesht një dokument udhëtimi. Një dokument udhëtimi që na lejon të qarkullojmë në Bashkimin Evropian. Por ama që kur hymë në kufi na vendos në korridorin e posaçëm. Është i kuqe, ka i vit kuqe poshtë, ndryshe me korridori, të huajt. Ata që nuk janë qytetarët e Europës, me janë të huajt. Dhe ne që aty hymë si një popull dhe si qytetarët të dorës dytë në Europën, ku jemi ndër popujt më të vjetër dhe ku jetojmë në zemër të kontinentit. Që këtu fillon ndryshimi i pasaportës europiane. Dhe pastaj vazhdon me shumë gjëra të tjera. Kështu që Arjan, hapi sytë dhe shiko. Hapi sytë dhe shiko. Aeroporti i Kukësis sa turist ka pritur. Po kënetëm përsëri, qa ti thuash? Politikisht është skandaloze. Është skandaloze. Patriotikisht është skandaloze. Europianisht është skandaloze. Nga të gjitha anët. Është turp. Është thjesht turp. Të mendosh që Shqipëria mund të përfaqësohet përsëri nga këneta.